Vera kaloi mirë si verë, kemi pasur si pushim, nuk kemi qenë shumë të angazhuar verë, sidomos muajin korrik edhe gusht, po vërtet dashte edhe më shumë mush baterit, se kemi filluar me një vrull të madh, shfaqje të reprizave, edhe me xhirime, edhe një shfaqje premier që i kemi, domethënë tash me 3-4 shfaqje në repertor, që janë ndryshme, plus prova, plus edhe me seriale me xhirime, domethënë që nganjëherë të vim punë për 2 muaj sa për 1 vjet. Ai vjen nga një familje krejt artist e për emisionin Zonë flet pak për këtë histori, e madje pohon faktin që kjo e ka shtuar përgjegjësinë e tij për të qenë më selektues e për të pas kritera. Kriteret edhe të ndjekin vetë, domethënë e krijon vetë kriterin edhe dihet, domethënë mbas kolegëve, mbas këto kriteri për teatr, edhe në teatr ka një kriter, po, edhe në seriale kam disa kritere që të disa luaj, të disa dështa kishe pas me hezitu, jo që me nëntëshmu apo diçka dhe ata e bëjmë punën e mire, kreti kam, po do me thonë, përcaktimi em është ndështa ma ndryshe se ndonjë kolegë apo kolegët. Në gjenerata e tretë jam në familje e aktorëve, do thonë babin e kam, aktor është pension, djelagjës babit, edhe agja babit është një prit që ka hap teatrin këtu, teatrin e shqiptar në Shkup, do me thonë ka qenë themelusi teatrit shqiptar në Shkup, ka ardhur këtu, ka hapë teatrin e Gjilani, do me thonë, në mënyrë profesionale që ka bërë. Djelagjës babit e kanë kryer shkollimin babi, unë do me thonë jam gjenerata e tretë. Ky lloj kriteri edhe më përcjell pak, do me thonë bazë emrit familjes. Tani është koha që të flasim pak për trendin që është jo vetëm në Kosovë, por gjithandej. Ai rrjeteve sociale dhe depërtimit më të lehtë të imazhet e bukura. A kanë betur në hi aktorët nga këto personazhe, thënë më shumë nga TikToku. Është diçka tjetër, nuk kisha thënë që mundem në një konkurrencë me neve për art, mundem ndoshta me kriju një famë të madhe, po një artist nuk mundem me qenë më madh se të, edhe bagazhin na e dim se na shumë ma lehtë kemi, se ata që hyjnë në treg kështu, na ma lehtë kemi edhe dim që qysh mundi me marrë deri te ajo. I kemi na me kamera, me shok, me ato me dash me bo, adin çka mundi me bo kështu për me dal vetëm për famë. Aktorët, një artist i mirë, do të thonë, po janë shumë veti një artist mirë, është artist mirë, është disiplina, kultura, janë gjanat kryesore që do të me pas. Me qenë i gjithanshëm, me punu shumë, punëtor me qenë shumë. Artist edhe me fjallë nuk përshkruhet, me tregu që një artist shmundet, me fjallë do me thonë është vështirë, është një ndjenjë e artistit, që thuk një gest që e bon diçka, nuk e bon me qëllim, apo me diçka, po e bon prej anës artistike që kam brenda vetit. Ne për që do dallon pak bota artistike me profesione tjera. Cilin rol do të refuzonte Shahidshi? Nuk e di se na jemi një komunitet i vogël, jemi kolegë me zveti, nuk kam qef me përmend se ndoshta edhe pse ato ka do seriale për shembull që nuk kisha marrë pjesë që bëhen tash, po për shembull ndoshta tani ata producentë apo diçka nuk kam bindje, kam shumë bindje që kanë me hecë, se pa punu nuk mundesh me hecë. Edhe mos nart te kriteri që e kam një kriter unë, po mundem me kalu shumë tani, më shumë se që kam kriterin te me arrit për shumë. Po. Për momentin ka bërë madhe shtëpia Maka. Po, atë lunë labinot laj që kolekt me lunë shumë. Të hënën që lam pas në teatrin e Gjilanit u dha premiera Njeriu prej Jastëku nga Martin MC Danak me regji nga Blendi Arifi, e që përveç Albanit dhe Blendit luajnë dhe Ernest Zymberi e Safete Mustafa. E kjo na qenë ka risja tjetër nga Albani që duhet patjetër ta dëgjone. Kemi gjeru një episodin e parë, Wi-Fi Kids është.
Tash presim me vazhdu me xhirime, kemi me thonë episodin e parë. Është në përngjarje në për shkolla me trime këto. E kam një rol aty që do të jem standard. Më pëlqen puna edhe me nxënësa me punu me fëmijë, se nuk jemi të bëllë shumë edhe për ta.